Shqipëria po e afron hap pas hapi momentin e pavarësisë energjetike me ndërtimin e parkut të ri të energjisë erës, një projekt tërësisht i dedikuar prodhimit të energjisë të rinovueshme që do të ngrihet në tropoj nga kompania amerikane CWP. Ky investim vjen pas një procesi 2 vjeçar studimi dhe artimi, duke u prezantuar këtë të hënë në një ceremoni ku morën pjesë zëvendës kryeministrja dhe kryeministri dhe ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Kryeministri vuri në dukje se projekti i ri është pjesë e strategjisë për ta kthyer Shqipërinë në një vend sovran në prodhimin e energjisë. Në energjinë e erës, për herë të parë në historinë tonë energjetike, Shqipëria po hyn në fazën e realizimit të projekteve konkrete, nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP me kapacitet të pritshëm për të instaluar 600 megavator. Për projektin ka patur debate dhe akuza për korrupsion, të cilat kryeministri cilësoi si tendenca të zakonshme që ndjekin kundërshtarët politik. Ai garantoi se procesi ka qenë i hapur dhe transparent, duke thënë se nuk ka patur asnjë rezervë nga pjesëmarrësit në gjërat ndërkombëtare dhe se kompanitë amerikane mund ta dëshmojnë për integritetin e procesit. Besoj që të njëjtën dëshmi mund ta japin faramirë amerikanët që kemi këtu nga ana e sektorit privat bashkë me të tjerët, sepse jo vetëm që nuk kanë ndeshur në Tiranë asnjë pengesë kësaj natyre, por përkundrazi e kanë pasur qeverinë në krah në çdo hap, edhe për të kapërcyer edhe pengesa burokratike absurde në nivelin vendor. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e CWP theksuan se projekti do të marrë parasysh aspektet mjedisore, do të investojë në rrugë rurale që shërbejnë komunikim lokal dhe do të ofrojë energji të pastër. Sipas Ramës, teksa karboni në Shqipëri është më e favorshme krahasuar me vendet fshi, duke e bërë vendin më tërheqës për investitorët. 100% të gjelbër në prodhimin e energjisë, ne nuk kemi barrën që t'i paguajmë të shkuarës taksën e karbonit, e cila në Serbi është shumë më rëndë. Dhe për këtë arsye, kompania dhe kompanitë e shikojnë me shumë interes Shqipërinë. Ai nënvizoi gjithashtu projektin trilateral me Emiratet e Bashkuara dhe Italinë për ndërtimin e një rrjeti në New York në Adriatik që do të transportojë energji drejt Europës dhe do të rrisë të ardhurat e shtetit shqiptar. Ky zhvillim sipas Ramës është një hap strategjik drejt sigurimit të një sistemi energjetik të qëndrueshëm dhe të pavarur për vendin.